media ndërkombëtare, kur ti e sheh Prizrenin edhe kur ti fton qytetarët e vendeve perëndimore me ardhur me vizitu Prizrenin. Pse jam e sigurt që dikush prej tyre vjen edhe e viziton. A ka vizitor tash ma shumë? Po, ka. Nuk është sepse unë po e shoh që po del merite politikave lokale. Absolut s'është merite sektorit privat. Është kryesisht merite agjencioneve. Pra, promovimi i qytetit të Prizrenit ka mbet në mëshirën e agjencioneve. Ata janë të gatshëm me promovu qytetin në për agjencione ndërkombëtare, mandej edhe i sjellin turist. Shumë e rëndësishme në qytetin e Prizrenit është digitalizimi i të gjitha monumenteve historike në qytetin e Prizrenit. Sepse kemi shoqërues që shpesh ndoshta edhe ndodh që nuk e din historinë e disa monumenteve, të them kështu, në Prizren, edhe mandej si shoqërues shpesh herë edhe gabojnë kur ja u shpjegojnë të hujve ato monumente. Digitalizimi, do me thonë, me e ndëgju se cili qytetar, qoftë i Kosovës, i Huj, kudo, të njëjtën histori për urën e Gurit, të njëjtën histori për lidhjen shqiptare të Prizrenit. E që ky digitalizim ka me qenë në 3 gjuhë. Në gjuhën shqipe, në gjuhën turke dhe në gjuhën angleze. Është shumë e rëndësishme, po them, sepse shoqëruest shpesh edhe ka momente ku te lidhja e Prizrenit i shpjegojnë një pjesë qysh ata e dojnë, ndërkohë që çështjet më të rëndësishme. Ju do të angazhoni profesionistë të fushës? Jo profesionist, jo, digitalizim. Kam fjallën për ndërtimin e historive, për shkrimin e tyre. Absolut, historiantë janë ata të cilat e ndërtojnë këtë shkrimin e manej turizmi malor, duhet me u avancu. Na kemi bukurit jashtëzakonshme në Prizren, cilat duhet me avancu edhe me i promovu. Po nuk i promovu, besim këtu ku jemi. Edhe për fund, mbështetja për sektorin e bujqësisë, blegtorisë, ndihma për fermerët, qysh e keni këtë? Tash në teren që kom fillu me dal, e kom pa që fermerët vërtet kanë nevojë për mbështetje. Ata është e vërtet që ju ka gjindë komuna këto shpesh, i ka subvencionu, po na duhet me i subvencionu ma shumë. Unë po e shoh që me blegtori po merren pak në qytetin e Prizrenit, po dhe ata që janë marrë, në këtë vit më thanë që nuk kanë marrë asnjë subvencion qysh i kanë marrë viteve tjera, sepse nuk ka buxhet. Buxheti ka shku diku tjetër, nuk e din ata as ku ka shku, nuk kanë marrë asnjë arsyetim pse, nëse kanë marrë 5 euro për kokë dele, sot nuk e kanë marrë asnjë, sepse nuk ka, komuna është e zhytur në borxheve, edhe këta kanë mbetur shumë keq. Sigurisht se me ardhjen time si kryetare do ta mbështes këtë sektor të